Mirëmbrëma të dashur shikues. Jemi në mes të korrikut. Ka kaluar 1 muaj e gjysmë protestë dhe protesta nuk ka të ndalur. Por, për të qenë të sinqertë dhe të vërtet, duhet të thënë që edhe rezultate konkrete nuk ka prodhuar, për sa i përket atyre 5 kërkesave të shpallura qysh në ditët e para. Por ka zhvillime të reja, po afrohet organizimi i një organi të quajtur Kuvendi Kombëtar Qytetar, një lloj nisme qytetare për të bashkuar njëri me tjetrin për të qenë një opozitë vendosur ndaj qeverisë, ndaj çdo qeverie. Pra, qëllimi i atyre që e kanë marrë nismën nuk është të rrëzojnë vetëm dhe thjesht qeverinë aktuale, por të shërbejnë si një forum oponence ndaj çdo qeverie, ndaj çdo politike të padrejtë, nga ato që e largojnë shqiptarin nga toka e tij, nga vendi i tij, nga ato pra që nxisin shpopullimin e vendit dhe tjetërsimin demografik të këtij vendi, vjedhjen, plaçkitin e pasurive natyrore, por edhe të pronave private. Debatet për kuvendin nuk kanë munguar. Ka një palë, në fakt njerëz që, për të qenë sinqert prap, nuk dalin me emrin e tyre, por hedhin batuta rromuze shpesh me profile falso. Mediat e kanë kritikuar, sidomos mediat pranë qeverisë e kanë kritikuar idenë e kuvendit, pa dhënë argumente se pse nuk duhet bërë, ose duke dhënë argumente të dobta. Gjithsesi kjo punë duket se ka marrë drejtim. Të shtunën e ardhshme në Hotel Tirana do të ketë një mbledhje të parë themeluese të kuvendit. Për këtë arsye unë kam ftuar në studio Armir Shkurtin, aktivist dhe gazetar shumë i njohur dhe një nga njerëzit që e ka përkrahur këtë nismë që nga dita e parë dhe do të jetë pjesë e Kuvendit Kombëtar Qytetar të shtunën e ardhshme. Me të do të ndaj mendime, do mundohem të bëj avokatin e djallit për të kuptuar çfarë duhet shpresojnë shqiptarët nga kjo nismë e re. Zoti Shkurti, mirë se erdhe. Buzëqeshja më si qortim që duhet të thras Armir, jo zoti Shkurti. Jo, kjo ka pak rëndësi kishte pjesa e avokatit të djallit që në rastin konkret je në termin e parë, kuptimin e parë, se vërtet është djall ai që është kundër organizimit protestës. Okej, do ta bëjmë me kënaqësi avokatin e djallit. Edhe pse i nga pjesa ngjyllore. E do puna. Shkolla për teatri që kanë bërë më ndihmon. Eksakt. Pas 45 ditësh protesta, duke bërë avokatin e djallit, ka funksionuar për bukuri, pa pasur një kokë drejtuese. Pse duhet një kokë drejtuese? Qofse ju për bukuri quani faktin që dikur dolën, u tha dhe 300.000 në shesh, dhe sot nuk bëhen as 1.000, kjo nuk është bukuri. Fakti që në fillim fare Edi Ramës u drodhën këmbët dhe tani vazhdon normalisht rrugën, kjo prap nuk është normale. Dhe tjetra që populli doli për ndryshim dhe ndryshimi s'ka ndodhur, pra janë 3 element që ne na tregojnë që jemi në krizë. Jemi në krizë politike si sistem. Pra, protesta nisi dhe shpërthimi i protestës është shumë interesant. Ka nisur te drejtoria e policisë me 300 vet. 300 vet marshuan drejt Ministrisë Brendshme dhe aty u bën 2000. Pra ishte një thirrje e brendshme. Një thirrje e brendshme që kishte secili nga ne. Gjë që shpjegon edhe faktin që ju po thoni pjesën e bashkimit. Janë njerëz që kishin, i vinte nëpër kokë, kjo klasë politike ka dështuar, kjo na ka tradhtuar, kjo po shet vendin. Dhe ishin tezat që kishim gjithë bashkë, pavarësisht se nga erdhën përrejt. Pra, dikush u shqetësua për Zvërnecin, dikush për pronat e tij, dikush kishte një mlef tjetër, por të gjithë përrejt erdhën dhe u mblodhën tek rrjeta kryesore që është ky establishment, neve na ka braktisur. Na duhet një politikë e re. Këtë e solli protesta, e cila mund të kishte qenë protestë 1 ose 2 ditore, ose periodike, por në fakt 45 ditë në Shqipëri nuk kanë ndodhur. Pra nuk kanë ndodhur sidomos pa një organizim. Pse duhet një organizim? Duhet një organizim sepse kemi padur në fillim të korrikut disa episode jo fort pëlqyera. Pra episodi i parë që unë kam veçuar është, kam qenë në vetë parë, edhe pse mosha dhe pjekuria duhet të mos ma lejonin, kur u tha, kanë marrë, ne ishim në miting, në protest, shikoni thanë tek Universiteti te Politekniku i gjë e bukur, u var një banderole madhe, gjigante, u thoshte ju erdhi fundi, pastaj ajo u hodh edhe u tha hyri policia. Unë u turra, se mendova që janë fëmijët tanë, janë student, dhe tek dera Politeknikumit, unë isha live, dëgjoj thirrjen, policët kanë marrë peng studentët. Tu thash, mu kthye Armiri i 90-s edhe hyra, dhe në moment që unë po ngjitesha se për dikush buzagaz të Armir të shkurt,
S'ka as student edhe as polic. Pash personat. Kurth nga kush dhe me ç'qëllimi? Atëherë, kurth ishte pikërisht qëllimi i keq për të prodhuar ndoshta dhunë. Sepse një protestë qytetare kundrejt një regjimi harbut, të egër, të ashpër, nxori jashtë loje regjimin. Ndërkohë që prodhimi i dhunës do ta fuste po në lojë protestën, do ta fuste po në sistem. Një protestë që nuk ishte në ndryshim madh nga kryengritja paqësore e Berishës. Kjo ishte e para dhe unë identifikova personat, të cilët më rezultuan 2-3 ditë më vonë, po të njëjtët që bën thirrje për të goditur me vesë deputetët dhe prodhuan dhunë të policisë. 3 ditë më vonë, po të njëjtët persona që prodhuan dhunë të policisë. 3 ditë më vonë, 2 ditë më vonë kur ishte prodhuan dhunë në komisariat. Dhe dhuna ka prodhuar edhe një lloj distancimi të njerëzve dhe dhuna verbale, edhe terma duke sharë me fjalë të ndyra, edhe deputet ndryshëm duke sikur është në emër të revoltës, po faktikisht njerëzit revoltën e kanë kthyer në humor, e kanë kthyer në tallje, dhe tallja është një armë, një atësit shumë më i madh se sa sharja. Dhe neve kemi djegur me këtë atësit humori, me meme, me batuta, me lojën e fëmijëve, kemi djegur një regjim që është armiqësor me shqiptarët. Prodhimi i dhunës është vajtja tek sistemi dhe këtë protestë popullore e nxjerr të pa nevojshme. Kthehemi pastaj tek përplasja klasike për DPS. Okej. Mund ta vazhdoj më gjatë logjikën, po vazhdoj. S'ka gjë, le ta bëjmë bisedë. Kanë ndryshuar disa mesazhe të protestës. A mund të më thuash ti pse dhe si kanë ndryshuar? Për shembull, në ditët e para ka pasur mesazhe kundër shtetit të Izraelit, që nga kundërshtarët janë konsideruar mesazhe antisemite. Ka pasur mesazhe të forta ambientaliste, ndonse sot janë prap flamingot edhe vinë me sa duket në mënyrë të organizuar, sepse kur shikon flamingon e parë di që do shikosh edhe 20 të tjerë në rresht. Por për hir të vërtetës nuk është se artikulohen më teza ambientaliste në protestë, më shumë i gjen nëpër mediat perëndimore. Po. Ka pasur akuza, nuk po them fakte, po akuza se në protestë ka të infiltruar ekstremist islamik që kërkojnë të japin një kahje tjetër protestës. Arrim këto të treja. Mendon se ka pasur vërtet ndikime dhe si janë larguar këto ndikime, nëse janë larguar? Në qoftë se këto janë, ka detyrimi shteti shqiptar të identifikojë, të denoncojë. Jo, nuk po flas për agjenturat huaja. Jo, flas për bindje njerëzish. Bindje njerëzish, aty agjenturat janë dakord me ty që janë një sajes idiote e Edi Ramës. Absolut. Jo idiote, ishte duke menduar që ishte popull idiot. Pra duke mësuar me atë turm që i dilte përballë, të prodhuar nga ai dhe të menaxhuar nga ai, hodhi këto lloj idesh me shpresën që populli do të distancohej. Faktikisht kjo bëri efektin e kundërt, sepse njerëzit e dinin, nëse ky tjetër ka dalë se s'ka ilaçe, ka njerëz që janë smur me kancer, me kimioterapi dhe kanë dalë atje. Nuk ka izraelit apo ku diun fundamentalist që e nxjerr ose të rreq, ka dalë për hallën e vet ai. Unë mendova, ndoshta në një aspekt tjetër, po do ta jap përgjigjen për këtë gjë. Rama kujtoi se kishte të bënte me këtë paradigmë. Kishte të bënte edhe me këtë lloj formati. Vonë kuptoi që nuk ishte ky lloj populli. Ka dalë populli tamam, ka dalë populli në kuptimin e mirëfillt. Brenda turmës ka lloj-lloj. Fjala organizim që më the për flamingot më tingëlloi shumë mirë për të elaboruar pjesën e bisedës tek organizimi të cilit dalin kundër, po pse duhet krijohet një përfaqësi e njerëzve, se pikërisht sepse ka organizim të këtyre, organizim të këtyre, dhe një organizim i frymës popullore, edhe nëse ka nga këto provokime, ose edhe nëse ka misione, i filtron dhe neutralizon shumë herë më mirë, se sa duke lënë protestën pa kokë, duke lënë me një lloj qafe që kemi parë se si funksionon, e cila po përgatit kthehet koka e Berishës. Prandaj, të gjitha që janë hedhur nga establishmenti, nxitur nga Rama, nxitur dhe pastaj nga NZ, nga këta misionarët e tjerë, kanë tentuar që protestën ta bëjnë pistë, të demotivojnë njerëzit. Kanë parë që futja dhunës dhe gjuhës së dhunës demotivon qytetarin. Por gjithsesi, unë kam thënë, e them me bindje të plot. Nuk shuhet kjo protestë, nuk ka të bëjë me trup njeriu kjo protestë. Ky është një lloj fryme, një lloj prushi,
i cili edhe kur ka hi, mjafton një puhize lehtë dhe ngjallet, sepse edhe flamingot kanë kuptuar që armiku i tyre është Edi Rama. Edhe Zvërneci ka kuptuar që armiku i tyre është firma e Edi Ramës dhe politika e Edi Ramës. Edhe konservatorët kanë kuptuar këtë gjë, edhe liberalët. Domethënë, unë pavarësisht se i përkas pjesës konservatore, por kam parë edhe ultraliberal aty, të cilët po kuptojnë që janë pjesë e një agjende të përdorur edhe ata, sepse në fund fare edhe ata gjëja bëhet në i parat, në i herë ose në një kështu, po edhe ata janë pjesë e shtypjes së këtij regjimi i cili është antipopullar. Është Kristi Pinderi për shembull, me që po flet për ultraliberalet, është shumë kritik ndaj Ramës. Po, unë shoh ata në shesh, nuk e di as Kristi, unë me sa di unë jeton jashtë shtetit. Po, jashtë jeton. Por ata që janë këtu, e ndjejnë këtë regjim dhe prandaj thashë të gjithë përrejt kulluan tek rryma kryesore. Pra, Edi Rama e prodhoi shumë bukur fajin e Kasaliu dikur për gjithçka. Mi po sot është në të njëjtat pozita. Për gjithçka fajin e ka Edi Rama. Fajin është përgjegjës dhe unë e quaj pushtuesa, unë e quaj anti-shqiptarin më të madh që ka parë historia të paktën 500 vjeçare. As Hamza Kastrioti nuk mendoj se Hamza Kastrioti quhet tradhtar Kastriot, sepse ishte këtu dhe doli ande, kurse ky ka ardhur që në moment e parë si pushtues. Pra nuk është tradhtar një person që nuk ka qenë kurrë i besës tënde. Ai ka ardhur dhe sot përfaqëson pjesën më të errët, më okulte të interesave, të lobeve që e kanë sjell, dhe sot për fat në keq këto investime që shohin janë dhe interesat e krimit organizuar. Pra, Betoni ka vendosur këtë ushtar, i cili e ka të pamundur të japi dorëheqjen. E ka të pamundur sepse nuk e le krimi. Ti marrim edhe një herë me radhë. Pra, mesazhet kundër Izraelit, Po. Besoj unë që janë fashitur sepse ka pasur një lloj fokusimi tek ajo që bën qeveria, tek ajo që thotë. Jo, të lutem, të rrimi sekondë se më fal se na devijoj dhe është pyetje shumë e mirë kjo. Unë kam përshtypjen që mesazhet kundër Izraelit kanë qenë absolutisht të inskenuara nga establishmenti, eksakt për të thënë që është një protestë antisemite. Për të kompleksuar njerëzit dhe për të tërhequr. Po kësaj ra kallaj më një herë. Jo se nuk kishte njerëz që e besonin, ë? Kishte njerëz dhe vazhdon artikulohet sot pjesa e interesave jo izraelite në sensin e shtetit izraelit, po të lobingjeve të cilëve Edi Rama ka dhënë copa Shqipëria me qëllim që të konsolidoj pushtetin e vet, lobingje që mund të hynë tek Trumpi, se edhe Sazani, nuk është se po e jep Trumpit nga xhepi. Sazani është një lobim, një tentativë për të krijuar urën. Po unë kam thënë në vend tjetër, Edi Rama është si qymyri, po s'do dojë të nxin. Ka dashur vër vetla ka nxjerrë sy Trumpit me Sazanin. Por gjithsesi pastaj u artikulua pjesa e Sazanit, e cila hyri edhe në mediat botërore dhe i shërbeu për të bërë lajm. Pra, kam përshtypjen që edhe kjo hyri u injektuan popull që të kompleksohesh e popullit që si ju po godisni Trumpit, por faktikisht u godit Rama. Pra doli Rama, personi i cili kishte bërë pazar me vendin e vet, dhe natyrisht unë besoj që ka krijuar dhe mërinë e Trumpit, se ç'nem përzihen më me një gjë idiote të këtij lloji. Dhe të gjithë injektimet që janë hyrë në protest, përfshi edhe këtë pjesë islami, edhe iraniane, ka rënë si gjethe vjeshte, dhe Rama vet ka thënë, s'po merret njëri me Zvërnecin, po e kupton shumë mirë që nuk është protesta e Zvërnecit. Protesta e Zvërnecit do ishte me 10 pronar, po të ishte për Zvërnecin. Do të ishte edhe me 100 ambientalistë flamingosh. Të mbyllim kapitullin e Izraelit që të merremi pastaj me të tjerët. A mendon se ka luajtur një rol incidenti me grisjen e flamurit në ambasadën izraelite për ta mbyllur kapitullin e spekullimeve për antisemitizëm? Besoj po, sepse ishte një iskenim më shumë se amatoresk, por mos thënë që ndoshta e kanë bërë enkas për ta mbyllur këtë gjë. Pse? Sepse ne dim që një nga shërbimet më i fuqishëm në botë është Izraeli. Mossadi. Shërbimi i jashtëm. Dhe Mossadi nuk ka arritur të identifikojë personin që hoqi flamurin. Kjo është pak si... Jo, as unë se kuptoj se duhet jetë dështimi më i madh në historinë e Mossadit. Po pra. Disa kamera sigurie, disa celular që e kanë xhiruar. E plot e për plot. Dhe kjo... Shqipëria një vend i vogël. Kjo ngarkon me përgjithësi shtetin shqiptar, si fillim mirë. Është përgjithësia e shtetit shqiptar.
po dhe më tutje shërbimet sekrete që nuk kanë arritur, dhe kjo krijoi menjëherë den e një konspiracioni. Të gjithë kuptuan që çështja e antisemitizmit, sionizmit e këto ishin injektuar në protestë për ta bërë protestën PiS, për ta nxjerrë si protestë antisemite dhe anti-amerikane. Dhe këto ran. As protest pros Vërnecit, as flamingove ka dalë qartë, është protest kundër një pushtuesi që ka marrë regjimin dhe po copton Shqipërinë dhe po e zbras. Gjithë protesta është ajo Ramamburg-Berishamburg, pra këta të dy janë fajtor për zhbërjen e vendit. Dhe dje, unë jam shumë i lumtur që Bashkimi Evropian, ato kauza për cilat ka dalë i pjesë e protestuesve që janë materializuar, edhe pse nuk është formuar akoma, kristalizuar pra përfaqësia e protestës, po janë artikuluar. Janë 4 ligje, 2 u artikuluan dje, zonat e mbrojtura dhe në investitor strategjik, është paketa e maleve. Dhe është kjo që është diskutuar dhe që u qua Damian Gjiknuri dhe përplas me Ulsi Manjën për shitjen e tokave të huajve, që akoma s'është ligj. Po që po pritet futet në parlament. Këto 4 ligje, Shqipërinë e bëjnë prontë dikujt tjetër. Dhe ne s'kemi atë dhe. Ne natyrisht nuk kemi atë dhe edhe për shkak të dëbimit që na ka ndodhur. Dhe kjo është një vetëdije e protestuesve, që nuk janë për Zvërneci, nuk janë flamingët, dhe janë për fat shpend shtektar, do ikin, do vin prap flamingët. Siç ikën që na tha dikur Edi Rama i hanin, tha. Nuk e di se kush i ka ngrënë flamingët, po i hanin, po ato kthehen. Ndoshta ai që bënte darka private me George Sorosin në Nart, me orkestrën e operës dhe të gjithë operacioni ishte sekret. Ndoshta, por gjithsesi ka qenë njëri që hante dark me Alex Sorosin aty. Kush ka ngrënë flamingo, unë nuk e di, po që flamingot kanë hikur dhe kanë ardhur. Pelikani Gaçurel ka hikur dhe ka ardhur. Pra, kjo ishte për batut. Nuk është protesta më e detajeve. Ato grupe janë të bashkuara, dhe unë shoh edhe flamingot kur kalojnë, unë i shoh me shumë respekt. Edhe të smurët i shoh me shumë respekt. Edhe qytetarët, ndoshta me halle shumë më të vogla i shoh me shumë respekt, por presi të artikuloj protesta, të artikuloj këto teza. Dhe këto besoj që një përfaqësi do të heqë pjesën folklorike të protestës, duke ruajtur masivitetin edhe hallet, por do të artikulojë, dhe në moment që artikulohen këto që po them unë, kemi një ndarje të qartë mes popullit dhe një epokë 36 vjeçare tranzicioni ku janë bashkë dy partitë mëdha. Ose, për të qenë më korrekt, 2 liderat dhe oborri i tyre. Sepse unë besoj shumë dhe njo socialistë janë kundër regjimit, siç ka dhe demokratë që janë kundër regjimit dhe monarkisë absolute në parti. Raportimet e mediave botërore në të dy i ndjekim, dhe unë e di që ti i ndjek, edhe dje kam parë Dua Lipën që ka bërë qëndrimin e saj kundër qeverisë në këtë rast, por ajo që më shqetëson është që në narrativën e medias perëndimore flitet vetëm për një projekt vetëm korruptiv të qeverisë që konsiderohet Sazan Zvërneci, po, dhe ose për mbrojtjen e mjedisit, po, që kërcënohet nga ky projekt. Nuk flitet fare për gjithë ato akuza që artikulohen ndaj qeverisë, madje edhe ndaj opozitës. Opozita nuk figuron fare në raportimet e mediave. Pra kjo pakënaqësia e popullit ndaj opozitës. Çfarë duhet bëj protesta që ta ndryshojë narrativën në mediat perëndimore? Për të thënë atë që është e vërteta që protesta nuk është vetëm për një projekt dhe vetëm për një lloj flamingoje. Po, protesta unë mendoj që po e përsëris fjalën establishment dhe për ata që se kuptojnë megjithëse besoj që në një emision kaq specifik po mund të thënë edhe elit dhe njerëzit prapë kuptojnë. Jo, establishmenti është një bashkësi e kësaj politike, një aleancë, një ortakëri, një shoqëri aksionere për bashkët, të cilët duken me veprimet e tyre që kanë lejuar që Edi Rama të vazhdojë qeverisë dhe gjithë pjesën e zemëratës popullore ta menaxhojë një opozitë e cila i doli nga duart Lul Bashës dhe e mori Baca, cili vazhdon me një sofizëm që fyen inteligjencën edhe të derrit. Do me thonë, Shqipëria është narkoshtet dhe Edi Rama është kreu i narkoshtetit. Këtë jemi dakord edhe ti dhe unë besoj. Po. Narkoshteti, thot Sali Berisha, nuk mundet me votë. Apo jo?
Pastaj thot ne do ta mundim me votë të lirë. Tani ky ekuacion nuk shkruhet dot. Si do ta mundosh me votë lirë? Ka një urë që mungon. Si do të shkojmë nga nuk mundet me votë, do ta mundim me votë lirë. Dhe këtu kanë ngecur gjithë proceset. Dhe unë kam dalë, dhe mua njerëz shumë të dashur e të shtrenjtë më kanë thënë, pse nuk i jep shpresë popullit vjet, kur thoya nuk ka zgjidhje para zgjedhjeve. Sepse nuk mund të gënjej populli, nuk mund i them popullit diçka që votoni se jo, nuk ka shpresë. Mënyra se si është ndërtuar klasa politike nuk ka shpresë sot. Po çfarë mund të ndodh? Mund të ndodh një deus ex machina, kam thënë unë. Pra, ti je i botës së teatrit dhe di deus ex machina është që në një situatë pasgjidhshme dramatike hyn një forcë absurde, vjen mbreti me shpatë ose vdes njëri. Del Zoti nga një makinë. Bravo. Prandaj quhet Deus ex machina. Del Zoti nga një makinë. Dhe doli. Si doli? Ne po flasim për ndërkombëtarët. Kuptohet shqiptari do të copë që dali aty presidenti i Francës thoi Rama është një diktator. Kjo nuk ndodh. Por ama, nëse dje Bashkimi Evropian, në euforinë e Ramës që ne po hyjmë, ne po mbyllim kapitujt, del dhe i thot për 2 ligje për cilat ka nisur protesta. Kthej, do të thotë që Edi Rama o duhet t'japi dorëheqjen ose duhet largohet. Nuk ka rrugë tjetër Edi Rama. Në qoftë se Edi Rama do t'i kthej 2 ligjet siç ja kërkon BE-ja, mbasi t'i kthej duhet thoj më falni, sepse politik paguan ti që bëre gabime politik, gabimi politik është hikja nga i vend. Në qoftë se ti ke miratuar 2 ligje që bien kundërshtim me atë që po na çon, se po na çon BE. Dhe BE-ja ti kthen mbrapsh dhe populli ka dalë në rrugë. Pra ke 2 faktorë të rëndësishëm, ke popullin, të cilët i ke marrë votën, ke Bashkimin Evropian tek i cili do të shkosh. Nëse ke bërë 2 gabime, do të japësh dorëheqjen. Mbasi ti riparosh. Në qoftë se nuk do të riparosh, do të ikësh me çdo formë. Me cilën formë? Çdo. Po me cilën formë, sepse tham 45 ditë protest, kërkohet dorëheqja e Ramës dhe është kërkesë e pa negociueshme. Si ata që kanë qenë deri dje grupi nismëtar. Macia ka 3 muaj shtatzanin. Po. Njeriu ka 9 elefantë 12. Do procesin e parë të ndërzimit. Ndodhi ndërzimi në 31 maj. Sot jemi 45 ditë konsekutive. Jemi pas 3 ditësh në një proces tjetër shumë të rëndësishëm lindje. Krijimi i kuvendit kombëtar të protestës. Çdo të thotë, ja përpjekur dhe këtij të japin emrat nga më fantasmagorikët. Jo po është grushteti, institucion paralel, kështu jo. Shqiptarët i kanë zgjidhur me kuvende nga jugu në veri. Mblidheshin. Burrat jo në kuptimin seksual, po në kuptimin e institucionit të burrorisë dhe merrin vendime. Dhe ne kemi kushtetut. Populli ka drejtën e ushtrimit të sovranitetit drejt për drejt. Natyrisht, ky nuk është një institucion i drejt për drejt në sensin që do mblidhet kuvendi dhe do marrë të fusit deputet atje. Jo, por të drejtën e organizimit moral dhe përfaqësimit atyre njerëzve. Moral, kemi nuk ka perëndi që na heq. Është drejt natyrore. Është drejt natyrore. Të mblidhemi dhe të mos i lëm ata njerëz në shesh ose në mëshirën e njerit që thret, shkojmë këtu, shkojmë atje. Takojmë në shtator se do të jemi më shumë. Jo, do takojmë në shtator. Takojmë në Korrik, do takojmë në Ngusht. Dhe në qoftë se s'ka ikur Edi Rama në shtator, në tetor, duke e përshkallëzuar, po jo duke e përshkallëzuar, njëri thotë i bie me gur, tjetri i bie me kështu. Ka, në qoftë se çohet populli, ka provuar burra shumë më të mirë në vende shumë më me diktaturë shumë të Me që thashë do bëj avokatin e djallit, po e bëj në emër të Edi Ramës. Ja mun Edi Rama. Shkove shumë lart, të kishe ndetur deri te djalli. Okej. Unë me Edi Rama, keni 5 kërkesa, e para është dorëheqja ime dhe për këtë nuk negocioni. Absolut. Nuk negocioni me terroristët, e di këtë ti? Nuk negocioni. Është doktrinë për një sekond. Ti Edi Rama. Ka një doktrinë amerikane. Nuk negocioj me terroristët. Mënyra se si e ka trajtuar këtë vend Edi Rama e bën armik. Dhe Edi Rama është rrezik çdo sekond që qëndron. Nuk ka negocim për këtë gjë. Dakor. Për shfuqizimin e ligjeve ju duhen 71 vota në parlament. Pa mua. Jo, mos u fut mua. I edhe ti. Jo. Unë jam Edi Rama. A ti po. Po.
Unë jam Edi Rama dhe po them, ju kërkoni dorëheqjen time e keni të panegociueshme, në rregull, s'ka negociata, por juve ju duhen 71 vota për të rrëzuar ligjet në parlament. Po. Unë si u jap votat. Ku ishe ti? Ti e një. Në parlament ka deputet edhe brenda Partisë Socialiste, të cilët natyrisht që ke nga këta që nuk e dim se janë atje, edhe nuk e di kush i ka sjell, po ke edhe të tjerë që kanë jetë e karrierë mbrapa. Po them edhe një herë, ndarje me tranzicionin nuk është vdekje e dy partive. Ka ndodhur në Itali me duart e pastra në vitet 90, ishin dy dinosaur, socialistët dhe demokristianët. Ndodhi procesi duarve të pastra me prokurorinë, me Tangetopolit, me korrupsionin. U shbën ato parti dhe u krijuan parti të tjera. Pra politika me ose pa protestën e ka marrë të plasurën. Nuk ka për të ekzistuar kështu kjo politikë. Ju i shikoni, edhe ato përshpëritjet, mërmëritjet, nënqeshjet brenda PS-s janë mesazhe që mbaje rilindjen. Po PS-ja është tjetër. Berishës mbaj oborrin, mbaj listën e mbyllur. Apo aludon që SPAK do të çajë në dysh PS-n dhe PD-n? Do të shpërbëjë si parti me arrestime? Kastriot e ka plasur. Jo vetëm SPAK-u, nuk është SPAK-u është mjet. Mënyra se si e ka konceptuar Edi Rama do marrë shprehje të dashej që thot zullumi trashet, kështu kputet duke u trash. Vetë socialistët nuk kanë më asnjë vlerë në mënyrën se si është ndërtuar pushteti sot. Vetë socialistët e thjeshtë. Sot ka efekt vetëm personi që njeh Edi Rama dhe që ka marrëdhënie drejt për drejt personale. Po, libri me arkitektët e huaj edhe jo vetëm ajo, edhe deputet. Katërciprisht atë. Ky deputet. Pra nuk është nuk ka asnjë lloj norme demokratike në atë parti. Dhe është një parti që vdes. Partia Demokratike është një parti në koma, sepse ka kapur një person me oborrin e tij, e thotë do bëhet siç them unë. Por natyrisht në Partinë Demokratike kam unë shok e miq, si tush nga ajo, nga themelimi i saj vi unë, të cilët duan demokraci brenda partisë, duan frymëtitje dhe shohin dhe kapacitetet. Situata, nuk po them SPAK-u është një gjë. Protesta e ka thelluar të çarën. Dhe unë besoj fort që natyrisht do të jenë këta, ky elektorat, kjo antarësi, po jo të gjithë, që të reformojnë partitë e tyre ose do të prodhojnë partitë tjera. Po në 45 ditë kemi parë vetëm Mariana Koçekun që është shkëputur nga grupi i PS-s. Ajo që është ditë Damian Gjiknuri me gjithë rezervat që kanë për të, që u përplas me Ulsimanjën pikërisht për ligjin e tokave që ishin huajve. Ishte kundër. Po. Dakor, të shpresojmë. Të shpresojmë që do të emrat. Është puna tek parimi. Për shkakun do ta shoh me shumë interes. Reagimin e Partisë Demokratike nëse ky ligj kalon aty. Nëse bojkotojnë, do të thotë që janë pjesë e lojës. Për mua, opozita duhet të qëndrojë dhe duhet ta bllokojë si tradhti kombëtare atë ligj. Qëndroj aty. Në qoftë se opozita nuk qëndron aty, unë ta quaj tradhtare të parë në opozitë që po jep mundësinë 83 votave të 82 votave të Edi Ramës. Por besoj që edhe deputetët aty brenda nuk do ta pranojnë. Socialistë. Pra ti e shikon zgjidhjen tek një çarje brenda PS-s dhe brenda PD-s, tek një lloj disidence ta quajmë, brenda dy partive të mëdha që do të ndryshojë konfiguracionin në parlament. E shoh tek fryma e protestës. Pra protesta nuk ka tronditur një pjesë të njerëzve të përfaqësuar, ndërkohë që të tjerët janë rahat. Edhe këta që janë në formacione politike janë të tronditur, se Shqipëria është e gjithëve. Zvërneci do të hiqet ty, do miqet më, apo do hiqet edhe Koçekut. Do hiqet edhe Gazbardit. U kupton? Dakor, tu po vazhdoj me rolin e Edi Ramës. Në rregull. Doni të shfuqizoni ligjet. Kush ju tha juve që ju përfaqësoni shumicën? Askush. E qytetarëve. Askush. Por ne po themi që ti nuk përfaqëson më shumicën. Po ka fituar votat. Po votat janë bursë. I fitoi në 96-ën Sali Berisha, mori 90 ca deputet, pra më shumë se 2/3 e parlamentit, dhe mbasi viti vendi ishte në kaos dhe ai iku nga presidenti i Republikës. Pra nuk do të thotë që ti ke marr votat sot dhe ti ke të përjetshme. Ti ke përvojën amerikane dhe siç the, të dy neve ndjekim situatat. Amerika ka pal zgjedhje të ndërmjetme pas 2 vjetësh, zgjedhë presidentin pas 2 vjetësh. Po ndërkohë Amerika ka dhe sondazhe të cilat thonë është rritur populariteti, ka rënë i presidentit. Pra nuk do të thotë që ti ke marr vota dhe ke futur frigorifer.
Nuk është bank sperme vota. Pra që ti ke marr 800.000 vota dhe nuk jam i sigurt a janë aq, por ke marr 800.000 vota dhe ato janë të ngrira deri në votat e tjera. Ato 800.000 mund t'i kesh kundër. Pra ne nuk po themi ne po themi ti me që avokati aty nuk i ke më ato vota dhe mbi të gjitha edhe nëse ke votat si letër, edhe nëse ti i ke në letër ato vota, ti s'ke më moral, sepse ti ke cënuar kombin. Dakor. Unë e Dirama them që me që ju jeni të bindur që ju keni shumicën, unë kam pakicën, hajde zgjedhjet parakoshme. Në qoftë se po e thua sot, unë nuk e di të jap përgjigje sepse unë nuk përfaqësoj asgjë përveç një ndër qindra mijë që janë shesh. Po mirë, në rregull. Fol në emrin tim. Në emrin tim dhe të popullit që është aty, themi jepe dorëheqjen. Po pra unë përgjigja ime është unë nuk jap dorëheqjen, unë largohem me votë. Marrë me votë, do ikim me votë. Hajde po e pranojmë që situata në terren ka ndryshuar, që si kam dorëheqjen, nuk ka, shiko, largimi me votë do thotë që të mos jetë më Partia Socialiste në pushtet. Po që të mos jetë Edi Rama në pushtet, nuk ka nevojë të bëhen zgjedhje. Ka nevojë të ikë Edi Rama. Po nuk dua për ta jep dorëheqjen. Po mirë, do përballesh me një popull i cili unë nuk e di se si do të veprojë me ty. Do të bëjmë zgjedhje pra. Do bëjmë zgjedhje. Sot jemi në mes të kodit. Ti do të bësh zgjedhje, jo kur do ti. Ti do të bësh zgjedhje kur të krijohet situata. Po është krijuar për situata. Ka pak nejësi. Okej, atëherë le ti bëj zgjedhje. Le ti bëj zgjedhje. Ka plot mekanizma. Një nga mekanizmat më të thjeshtë është një listë qytetare, e bën vende të tjera. Nëse u bë kështu. Po kjo do thotë që ta fuzësh protesta të tjera gatshme. Kjo do thotë kjo do thotë ta fuzësh vendin në një spirale tjetër krize. Pra, ky është një akt tjetër armiqësor. Nëse ai thotë, mirë, un po i bëj tani. Ky është një akt tjetër armiqësor. Nëse Edi Rama do ta fuzë vendin në luftë civile, do mbaj koston. Po pse luftë civile nëse un them zgjedhje? Sepse, shiko, ka një problem. Ti thu zgjedhje sot. Po. Në rregull? Për çfarë arsye? Sepse ka një situatë pa qartë. Atëherë, nëse ka situatë pa qartë se ti thon kam 800.000 vota, por e fut vendin zgjedhje, për çfarë ta bësh? Sepse ka njerëz që thonë nuk i ke ato 800.000 vota. Jo ka njerëz, jo. Apo dëgjon zërin e atyre njerëzve dhe po reflekton se prandaj un kam kaq kohë që them, lexo protestën. Në rregull, pra unë e lexoj protestën, unë them që kërkesat e tyre janë gabim. Po. Por ata njerëz me që kanë idenë që sot janë shumicë, le të dëgjohen përmes kutive të votimit, të shikojmë a janë shumicë apo jo. Okej. Tash mua më lejo të rezervohem se unë kam ja 2-3 ide se si mund të bëhet. Por gjithsesi, në qoftë se do ta bëj në mënyrë procedurale, ta bëj. Le ta fusi vendin edhe një herë zgjedhje dhe le të garantoj që zgjedhjet do të jenë të lira të ndershme. Kaq. Të lira dhe të ndershme ishin edhe zgjedhjet e kaluara, kështu do të kaluara janë denoncuar që janë zgjedhje të kapur. I ka denoncuar bufi Kënetës. Në rregull. Sali Berisha. Po edhe ne që jemi aty rrotull Kënetës kemi thënë njëjtën gjë. Dhe ne kemi thënë ti dhe unë që zgjedhjet nuk vidhen në kuti. Zgjedhjet manipulohen para se të hyjnë në kuti. Kuti shkon robi, fut, si i kam thënë, edhe del ai rezultat pastaj, pra vetëm kuti nuk manipulohet. Ose manipulohet shumë pak. Pjesa tjetër ka ndodhur përpara. Po them edhe një herë, manipulohen edhe me formulë. Nuk kishte dalë një sondazh. E pa sondazhin sot? Jo. Ja ta them unë. Nëse më lejon vetëm 2 sekonda, një sondazh, më fal, i botuar dhe nga vetë Edi Rama pastaj. Nga vetë Edi Rama, që thoshte, ajo që konstatojnë në interesant në sondazhin e kësaj jave janë rezultatet. 39% të anketuarve deklarojnë se nuk duan asnjë parti tradicionale. Okej. Pra, rreth 40%. Pra, si bie 1 në 3, ose më shumë 2 në 5 atëherë janë kundër partive tradicionale. Po. Që të shprehur, nuk thon nuk e di. Mirë moshe, ka botuar Edi Rama thonë. Po, unë mendoj që janë më shumë. Pra, këta persona janë kundër, nuk thon nuk e di, janë kundër partive tradicionale. 42% janë mbështesje PS, thotë. Okej. Pra nuk i paska atë përqindi që kanë parlament. 42% e mbështes kanë, ka votuar Edi Rama dhe njërë. Dhe 29%, pra më pak se perceptimi popullor, themi 39 populli thot asnjë, 29 PD-n. Pra, ky është një sondazh i nxjerrë nga Edi Rama. Që do të thotë
Ky është një realitet që nuk mund të bëhet me këtë kokë forcin që thu ti, që mirë, unë po e kaloj vendin sot në këto zgjedhje, por është një proces dhe është artikuluar nga shumë drejtime një qeveri teknike. Ajo qeveri teknike mund të zbuzë dhe mund të krijojë gjithë premisat për një zgjidhje politike afatgjatë. Në qoftë se me kryenitsinë e vet Edi Rama thotë unë i bëj sot, mund t'i bëj. Mund t'i fitoj dhe më thellë. Ose t'ju mbas, nuk ka rëndësi. Se mundet njerëzit të ngopen që nuk i fitoi Edi Rama dhe bim radhë. Ka ngelur plumbi në trup të njerëzve. Njerëzit janë të plagosur me atë që ka ndodhur me vendin e tyre dhe që kanë parë. Dhe është artikuluar në moment që ka dalë fjala nuk e vret dot më. Fjala është, këta dy janë bashkë, këta dy kanë shitur Shqipërinë. Nuk është madh dhe ujë. Dhe ka thënë Edi Rama, nuk e di, në mënyrë kriminale, pse unë nuk e quaj idiot. Do të thonë ai është një person i cili e ka atë IQ-n, bile sa më shumë i shtohet frika, aq më shumë i mprevet inteligjenca. Dhe ç'është kjo Shqipëria e shqiptarëve dhe? Nuk është e shqiptarëve Shqipëria. Po pra, është e Zotit dhe e mikut ta. Po pra. Atëherë në këtë diskur ai ka shprehur qartë ndarjen me ne. Ka shprehur Shqipëria është e shqiptarëve. Tjetër përpjet Edi Rama. Dhe në qoftë se nuk zgjidhet kjo kontradikt, në qoftë se nuk krijohet paqe e re sociale dhe kontrata e re sociale, ai mund të bëjë çdo lloj gjëje bashkë me ortakun e tij Sali Berisha. Kostot i mbajnë ata po dhe ne për fat keq. Po vazhdoj unë si Edi Rama. Përveç se do të bëjë zgjedhjet parakoshme, do apo nuk do Armir Shkurti, të gjitha ligjet që Armir Shkurti konteston, po i kalojnë në referendum. Votojnë, rrëzojnë. Nëse jeni shumicë, rrëzojnë. Po, edhe referendum për të gjitha ligjet që janë kërkuar të shfuqizohen. Edhe do votoni? Ti do votosh në referendum? Do votoj patjetër. Pse do votoj? Po nëse unë fitoj prapë referendum. Edhe një gjë më fal, dua ta përdor këtë për tjetër djall. Në këto organizime që kemi ne, që po përpiqemi me shumë mundim për t'i bërë, dalin gjithmonë njerëz që thonë, "Çao, s'jam dakord, po iki." Po e le. S'kam punur me këta. Fillojnë edhe snop që, "Ma më çaj keni këto." Në qoftë se nuk merr pjesë. Nuk merr pjesë. Po e le dikujt tjetrit vendin tënd. Dhe po e le një grupimi të caktuar që të marrë vendime për ty. Në qoftë se do bëhet çdo lloj referendumi, unë dhe ti do bëjmë fushat për ato që mendojmë. Ai popull që është në shesh do të bëjë fushat për këtë gjë. Dhe në fund fare, nuk është një ligj ose 2 ose 4 ligje që kaluan me referendum dhe duhet referendum për tu bërë. Populli ka thënë jo. Dhe populli nuk është për 4 ligje dhe faleminderit që ma sjell situatën këtu, sepse unë kam thënë dhe tjetrën. Kanë ardhur njerëz dhe kanë thënë, shiko, Europa është kundër ligjit 21/2024. Kështu që aty më shoni. Unë kam thënë nuk i di me numra, ligjet i di me emra. Ligji i kësaj të zonave të mbrojtura. Po. Dhe unë kam thënë, faleminderit që ma the pikërisht këtë gjë nuk do mbrojmë ne. Po pse? Sepse në qoftë se ne kthejmë këto ligje, Europa mund bëj paqe me Edi Ramën. I ktheve? Okej, vazhdojmë. Po. Ne jemi me Edi Ramën dhe prandaj ta thashim fillim. Ta thashim fillim. Ai që i ka bërë këto ligje, nëse i ka bërë nga padia, apo me qëllim në të dy rastet është përgjegjës, dhe kthimi i ligjeve do thotë që ai do t'japi dorëheqjet mbasi kthem. Mos kthimi i ligjeve do thotë që vazhdon të jetë armik i Shqipërisë dhe do të hequr. Pra në çdo rast Edi Rama është i larguar i larguar nga populli, si duash ti, por është një person i cili nuk ka më të riparoj ligjet anti-shqiptare që ka bërë. Është një person i cili o nga paaftësia ose nga ligësia ka futur vendin e vet në një proces, sepse Ahmet Zogut i thoshin Shënaumi, dhe kur ka vajtë Shënaum, ka ma përsyet se Shënaumi mendoja që ishte në një kështu, në Janin. Ishte një manastir. Janë mbajtën këngë dhe vazhdojnë sot. Shitja dheun, tha Shënaumin. Kurse Zvërneci është se janë 10 Shënaume, vetëm Zvërneci. Atëherë, ky person që për interesat e veta e copton me tagër që e vetes më shumë se mbreti, është rrezik kombëtar. Kaq mbaroi. Pra nuk mund ta fusi ky në referendum, në parim. Por me që po bën avokatët e tjerë, nëse ta fusin do bëj fushat kundër dhe fushatë ndërkombëtare. Ktu me njerëzit të ndërkombëtar. Nëse sot bëhet një referendum, por prit, ti thua Edi Rama ta bëj këtë, do thotë që Edi Rama të jetë pushtet.
Unë mendoj që ai popull që ishte aty nuk ka për ta lënë Edi Ramën të vazhdojë të ushtrojë pushtetin. Të vazhdojë të ushtrojë pushtetin. Po trin karike, po pushteti s'ka për ta ushtruar. Sepse këta njerëz, durimi i njerëzve do ta kaloj cakun e kësaj pritshmërie kështu buzëqeshjes. Po me buzëqeshje, ka forma të tjera. Berisha sa ka numëruar mosbindjet civile. Gandhi mundi perandorin ku nuk perandon kur dielli. Apo jo. Gandhi, një person pa që vetëm me copleck në trup. Ndërkohë që ke i popull që është shumë më i ndriçuar dhe ke një diasporë që ka hyrë në lojë. Nuk është kaq kollaj me këtë. Dhe ke edhe ndërkombëtarë që kanë hyrë në lojë dhe që çnuk e ka ekzekutuar dhe shtypin ndërkombëtar. Ky është një regjim i rënë moralisht, presim ta çmontojmë fizikisht. Unë sot pash një video ta Uland Balla kur ishte në opozitë, protestonte për shitjen e Zvërnecet. Akuzonte Arben Imamin, atë ministrin e mbrojtjes, thoshte po e bën gati për ta shitur. Këta që nuk shitën dot detin, po na shesin tani edhe plazhet, edhe zonat e mbrojtura. Edhe madje përmend edhe një shifër diçka si 210.000 metra katror. A thua për kaq ka qenë gjithë lufta e Tiranës që mos e shesësh ti pa ta shesur? Po. A thua kjo është arsyeja pse Lul Basha u akuzuoi që nuk jepte leje ndërtimi kur ishte kryetar bashkie? Më apo që ishte problem nga ankoheshin gjithë ndërtuesit, nuk jep leje ky njeri. Po. Dhe kur erdhi Erion Velia mbrapa, kryetar mbas Lulit, bëri një betim, tha nuk do të ketë tha as 1 metër katror ndërtim tha pa ushitur ndërtimet e Tiranës. Po. Pastaj tha prit tha se s'ka kundërtohet më në Tiranë. Po prit tha se se na doli që na vjen 30.000 veta në vit. Na vjen, po ky që vjen tha nga Kuçova, tha ku do ri, tha se vjen me familje studente, tha do blej dhe shtëpi për babin dhe për nonën. Pra do blej shtëpi nga 500.000 euro nga rrethet. Në parlament aktualisht ka, pse prandaj doja të ngacmoja për referendumet. Se ti the që unë do bëj propagandë, do bëj fushat për të votuar, për të shfuqizuar këtë ligj me referendum, unë për vete kam dyshimin se me ligjin aktual, që s'është ligj për referendumet, ti e di, fiton Rama në mënyrë teknike, jo me vot pro. Fiton Rama në mënyrë teknike se nuk bëhen 51% e qytetarëve që marrin pjesë në zgjedhje, edhe nuk bëhen as 33% që votojnë pro, kundrejt totalit të njerëzve të regjistruar në regjistrin e zgjedhësve. Por ama në parlament sot ka 3 projekt ligje për referendumet. Një i Erdyn e Hajdarit, një i Dashamir Shehit, po flas emrat e deputetëve që i kanë propozuar, jo që i kanë hartuar. Dhe për një projekt të tretë ka folur publikisht Taulant Balla, ka thënë kemi gati projektin e tretë dhe kanë publikuar këto portalet e Carlo Bolinos. A mendon se duhet një presion që një nga këto 3 ligje apo një bashkimi të treve me gjitha korrigjimet e duhura që të jetë një ligj vërtet funksional, demokratik, që të mos i pengoj referendumet siç ka penguar deri tani? Po. Mund të ishte një nga kërkesat e protestës? Unë e kam ngrënë gjithmonë kur përpiqem të jem si tush politikisht korrekt. Ju përgjigja asaj pjesës së avokatit djallit. Po problemi është që unë e para nuk besoj në referendum. Zero. Natyrisht që thash dhe herë, ne luftojmë të heqim Edi Ramën dhe ti anullojmë ligjet. Pse s'besoj në referendum? Në qoftë se sot kemi një establishment që themi Berisha, Rama, që kanë shumicën e parlamentit. Kush ta kërkoj referendumin, ta kërkoj Kastrioti ose populli, 50.000 firmat. Po. 50.000 firmat ka nga ana tjetër sa vota ka PD-ja, sa ka marrë vota 500 ca mijë, po themi. Gjysmë milioni. Gjysmë milioni dhe 800.000 thonë. 1 milion 300.000 vota kundër 500.000 votave në rast se ti po merr votat e tjera. Ti ke qenë tavolinë referendumin e humbur. Pra nëse dy forcat e mëdha politike janë bashkë, po ti mendon që të gjithë ata që kanë votuar PD-n në zgjedhjet e kaluara do votonin në çdo referendum pavarësisht ata që kanë votuar PD-n dhe shkojnë sipas fjalës së kryetarit, kur të bëhet fushata, se unë për fatin e madh kam qenë gazetar që kanë ndjekur referendumin për monarkinë, kam qenë me Leka Zogun. Ti e di, kam bërë dhe libër. Dhe njerëzit votonin si thoshte partia. Si thoshte partia. Nuk voton njeriu në referendum me këtë lloj ndërgjegjje që thuti. Nëse ti do hysh në referendum për zonat e mbrojtura. Unë mendoj që ai Partia Demokratike do t'i thojë njerëzve ne jemi pro zonave pro ligjit. Të njëjtën që do i thoj PS-ja, ti mund të kesh i firë, po themi 10%.
por nuk e dia ke ndërgjegjësuar këtë pjesë tjetër të popullit, por numerikisht nuk i bën dot. Ja që nga ky 39% që më thu sot, po të dalim ti ke referendumin në humbur tavolinë. Ti marrim rezultatet konkrete të zgjedhjeve të kaluara. PS-ja dhe PD-ja bashkë. Ju më ja ku e kia vlla sot. Ka dalë sondazhi, ka thënë Edi Rama. Po nuk e besoj atë sondazhin. 40% të popullit, mirë dakor. 40% popullit. Do ta them unë cilën pjesë nuk besoj. Cilën? Kur ai thotë që un kam 42%, ai gënjen. Në zgjedhjet e fundit ai ka marrë 21%. Nuk mundi të jetë dyfishuar rezultati i Edi Ramës për. Po mirë tash gënjen ky. Më nxirë sondazh tjetër që s'gënjet. Ja pra, konkretisht dim rezultatet e zgjedhjeve të fundit. PS, PD bashk bëjnë 36%. Bashk, të dyja bashk. Ku e ke? Nga e nxirë këtë? Nga zgjedhjet e fundit. 21% ka marrë PS-ja. Të kujt? Të votave të shqiptarëve për atyre që janë të regjistruar. Sa shqiptar janë regjistruar? Diçka si 3.7 milion, gati 3.8 milion. Po ndalor burr. Urdhëron vazhdo. Puna është sa shqiptar votojnë këtu? 41, 42%. Atëherë pra ka marr votat 40 dhe 43%. Ka marr votat që janë 80% atyre që jetojnë në Shqipëri. Pjesa tjetër nuk ka votuar. Po. E pra. Po. Jo, këtë radhë herën e fundit votuan një pjesë me post. Sa votuan? Më 200.000. 20.000. Votuan ai sa për të nxjerrë 15 deputet. Po pra. Kundrejt totalit. Sa për të konfirmuar ata, jo për të nxjerrë. Ashtu. Dhe u bë një fushat shumë e madhe, ti e di shumë mirë, me patronazhim. Ata që votuan, u bë fushat me patronazhim, pjesa tjetër s'pati interes. Një fushat edhe e diskutuar për formën. Ne si dalim këtë 3 pikë gabon kur mendon që të gjithë ata që kanë votuar për PD do votojnë pavarësisht çfarë si ti thot Berisha. Jo, gabon ti. Unë nuk mendoj që i kontrollon Berisha votat. Kur thua që unë thash ata që të gjithë ata, unë thash do ketë Firo ke PD-ja, Firo dhe ke PS-ja. Po Firo është shumë e vogël, sepse në fund fare, ai militanti ose ai votuesi që shkon mbas kryetarit të kësaj linje, nuk mund të besoj një Kastriot ose një Armir që ka dalë për ndryshuar një ligj. Se në fund fare thotore ligjit i bën parlamentit, çfarë duan këta? Përveç nëse siç dorën ke armët kimike, që dorën për shkak të panikut të krijuar. Kurse kjo ne po përpiqemi të themi shqiptarëve që katër ligjet janë anti-shqiptare, janë shitje e adheut, dhe jo të gjithë e kuptojnë. Jo të gjithë e kuptojnë. Ti kur thua ligjin e tokës, një referendum me një pyetje të thjeshtë, a duhet të ketë kufizim mandati për kryeministrin, po apo jo? Pra, deri në 80 apo komplet emocional. Sepse unë si votues i Sali Berishës, do them çati ai që Saliut ky mundsi të zgjidhet prapë. Jo, le të jetë. Unë si kështu. Po sa mendon ti që janë këta fanatikët që për hir të Saliut do votojnë kundër? Sa i ke në vota vëlla, aq sa të kanë dalë në votim, aq i ke. Aq i ke. Sepse të dy kryetarët e partive kanë dalë me programe tallse. Berisha doli me program zviceran, suedez, ku diun, alien për një Shqipëri. Do të thënë, a thu se Shqipëria kishte probleme vetëm kozmetike për të rregulluar se ishte sistemi, ndërkohë që ne ishim për të çmontuar sistemin. Edi Rama nuk u mor fare, un kam pasaportën europiane. Dhe njerëzit shkojnë votuan Qoras. Pa i thënë këtyre, hajde këtu ti po më thumu taksa shes, taksa, çfarë do bësh me ndërtimin apo? Çfarë do bësh me biznesin e vogël? Ti thoshin Partisë Demokratike. Pra, në gjithë militantët kanë shkuar ose elektorati ka shkuar, ka votuar kryetarin. Pra nuk shkohet aty thuhet Armir Shkurti, po thuhet kë ka me Saliun. Po. Ky është parimi. Shpresoj ta kesh gabim. Këtë shpresoj që njerëzit të jenë kundër Edi Ramës dhe Sali Berishës edhe për faktin se mbrojnë të dy idenë që duhet të mbetet përjetësisht kryeministër 2, 3, 7 mandate. Jo, unë jam i parimit që të mos jetë shumë. Por unë kam frikë se unë jam di që ti je kundër mandateve të gjata. Unë kam fatkeqësinë e Kasandrës, që ato që unë kam kaq vjet që i them ka dalë populli thotë shesh sot. Po unë i kam thënë para kaq kohësh, dhe po të them këtë. Uroj që të mos e kesh ti gabim, ta kem unë gabim, që të bëhet referendum e të fitoj. Por nuk më thot asnjë tregues që fiton një referendum me këtë pyetje. Ky është vullnet politik. Haroj referendumin. Okej, unë shpresoj gjithashtu që shumica e shqiptarëve janë kundër PS-s dhe PD-s, siç të thash, unë nuk besoj ka 99%. Jo, kundër Ramës dhe Berishës, jo PS-s dhe PD-s. Po, dhe kundër Ramës edhe Berishës sigurisht që janë, sipas meje gjithsesi. Dhe arsyeja që nuk marrin pjesë në votime është pikërisht sepse nuk shohin alternativë. Fiks. Ndoshta do të kenë një alternativë në zgjedhjet e ardhshme dhe situata do të ndryshojë. Por atë po deri atëherë është sigurt. Por atë po del populli për ditë do vazhdoj të luftoj. Siç apo 36 vjet. Derisa të shoh dritë në fund të tunelit, fillimin e çmontimit të sistemit oligarkik
të këtij Oktapodi, se kur thua establishment, më the në mes të intervistës ka njerëz që se kuptojnë. Po. Oktapodin e kuptojnë. Po. Mafje, më thuaj I mafje. ka ndihmuar filmi. Mafje, korrupsioni dhe paratë e krimit janë mafje. Jo, po më pëlqen që Oktapodi mos jetë vetëm mafja. Mafja është një nga këmbët e Oktapodit. Një është media, një është parlamenti, një është gjykata, një është policia. Po. Janë 8 këmbë, nuk është vetëm një. Edhe unë e di që në fund kur të ndihet tamam si bishe plagosur në prak të ngordhjes, Edi Rama do përdorë dhe dhunën. Po do jetë shumë vonë për të. Mirë, faleminderit për bisedën. Faleminderit ty. Pra, ju kujtoj që të shtunën, kush nuk e di, duhet ta kërkojë informacionin në internet, ka faqet internetit, ka vende ku është publikuar formulari i aplikimit. Të gjithë ata që duan të anëtarësohen në Kuvendin Kombëtar Qytetar mund ta bëjnë këtë gjë duke aplikuar përmes një formulari, një dokumenti në Google dhe të jenë fizikisht të pranishëm të shtunën në ditën e mbledhjes së parë të Kuvendit Kombëtar. Mos u ndikoni nga propaganda, mos u ndikoni nga nihilistët. Është një organizatë që është në filles. A do të jetë demokratike, do ta vendosim ne atë. Nëse ne duam demokraci, do të luftojmë që kjo organizatë të ketë demokraci të brendshme. Nëse ne nuk e duam, mund të degenerojë dhe ajo, mund të bëhet një PS dhe një PD. Por për sa kohë ende nuk është bërë, na takon të gjithëve ta mbështesim, na takon të gjithëve që të japim kontributin ton që të bëhet një organizatë e vërtet e përfaqësimit qytetar, një opozitë e përhershme ndaj çdo qeverie. Ktu përfundon emisioni për ditën e sotme. Bashkë do të shihemi javën e ardhshme. Mirupafshim.